mban peng Kosovën tashmë më shumë se 8 muaj, pas zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025, ku Serbia nëpërmjet satelitëve të saj politik dhe arrinjve të fjetur në institucionet e Republikës Kosovës, është duke u munduar të blej kohë, pasi që ardhja e leadershipit të ri të vitit 2021 të Kosovës në fuqinë e Republikës Kosovës e ka zhveshur operacionin e Serbisë për ta kthyer Kosovën në thundrën e saj, duke i shpartalluar operacionet e Serbisë dhe duke e zhbër instalimin e Serbisë nga Kosova, një instalim që e kishin ndihmuar udhëheqësit paraprak apo partitë opozitare që kanë qenë në pushtet në Kosovë për 20 vite pas luftës. Do të dalim këtu edhe pse unë doja që këtë, le të themi, postim të ambasadës së Kosovës, që ju e konsideroni domethënë si një, le të themi,